Përshëndetje Arprit e Drini, shpresoj që të jeni mirë me shëndet dhe të jeni duke kaluar pushime sa më të bukura verore. Në këtë ditë të 9 korrikut, që është një ditë shumë e rëndësishme për mua dhe jam e sigurt që është edhe për ju, pasi është dita e lindjes së babait tuaj Arlind Lalës. Unë e di që çdo ditë që kalon na e bën akoma edhe më të vështirë ato që na ka ndodhur, por neve zgjedhim të kujtojmë njerëzit që i kemi pasur gjithmonë në zemër dhe që nuk janë më pranë nesh. Nuk dua që kjo ditë të jetë e treshtuar, përkundrazi, dua që në këtë ditë ju të kujtoni aq sa mundeni për ato. Dua që t'ju them që ai ishte shumë tip shakaxhi dhe jam e sigurt që edhe ju të dy jeni si ai. Shumë i dashur, ishte nga ato tipa që kur ishte ai aty e bonte atmosferën të gëzueshme, të lumtur dhe ju mund ta kuptoni se sa i vështirë është të jetosh duke e ditur kujtimin e atij, por nuk e ke më atë pranë. Megjithatë, ju kam thënë që sa herë që të shikoheni në pasqyrë dhe sa më shumë do rriteni, aq më shumë gjëra të tij do të zbulonin në fytyrën tuaj, sepse ju i ngjani edhe fizikisht, por edhe me veti të tjera. Kështu që sa më shumë rriteni, aq më shumë do të zbuloni dhe do ta kuptoni se sa shumë brenda jush keni prej tij. Gjithmonë ju kam thënë që atij i pëlqeshin anijat edhe në nder të tij e kam zjarr prap këtu. Shpresoj që të kaloni një verë të mrekullueshme. Ju duam shumë, Alda, Nona dhe gjyshi. Ju puthim me gjithë dashurinë e zemrës dhe shpresojmë që edhe ju të na doni po me kaq shumë dashuri.